Sot do të sjellim një tjetër shkrim ku zbërthehet pasuria e kreut të gjykatës së lartë Sokol Sadushit. Sokol Sadushi është njeriu që u fut në sistemin e drejtësisë pa kaluar filtrat dhe vetingun. Sadushi është një nga njerëzit që shkruajti reformën në drejtësi për të mbrojtur veten. Prej ditësh, CNA ka sjellë zbardhjen e një dosje të tërë pasurie që përfshin prona nga Tirana në jug të Shqipërisë, përfshin kontrata, llogari bankare, depozita, bono thesari me miliona të deklaruara në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave nga Sokol Sadushi. Më herët CNA ka zbardhur detaje se si Sadushi ka kapur sistemin e diplomacisë, vajza e tij, Evi Sadushi, me një portofol pronash, pasurish, prej vitesh mban postin e sekretares së parë në ambasadën e Shqipërisë në Madrid. Po ashtu, nën filtr ka kaluar edhe pasuria e bashortes të Sokol Sadushit, Edlira Petri, e cila po ashtu ka pasuri të majme, me miliona në banka dhe bono thesari. CNA vijon të kalojë në lup pasurinë e Sokol Sadushit, kreu të gjykatës së lartë që deklaron se është paguar nga George Soros, një tjetër dosje plot miliona që vijnë nga pagat në postet në institucionet shtetërore, nga honorare, seminare apo eksperti reformës në drejtësi. Në një vëzhgim nga të dhënat e deklaruara në ILDKPI, CNA ka zbuluar se Sokol Sadushi ka burime të pafundme të ardhurash nga institucionet shtetërore, nga universitete, nga shitje librash, nga honorare, nga seminare e të tjerë, burime financiare, sikur në këtë vend nuk ka ekspert të tjerë përveç Sokol Sadushit. Sokol Sadushi në kushtetuese, Sokol Sadushi në gjykatën e lartë, Sokol Sadushi në shkollën e magjistraturës, Sokol Sadushi në universitete private, Sokol Sadushi në shoqata, Sokol Sadushi në borde e komisione, Sokol Sadushi pagesa nga Soros, Sokol Sadushi në botime librash, Sokol Sadushi pagesa nga konferenca. Më poshtë po sjellin çfarë deklarohet në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për të ardhurat e Sokol Sadushit, kreu të gjykatës së lartë. Viti 2003, paga si gjyqtar në gjykatën kushtetuese, 1.888.752 lek, trajnime të ndryshme, ITAP, $1.200, shkolla e magjistraturës, $1.000, zyra e avokatit të popullit, $4.900, shoqata e kryetarëve të bashkive, $1.000, shoqata drejtësia dhe ligji, $1.500, paga si antar bordi, $50 në muaj, revista e drejta parlamentare, $50 për çdo mbledhje, lektor në shkollën e magjistraturës, 0.1 lek, lektor në fakultetin ekonomik me Universitetin e Nebraskës, 0.120 lek, shkrimi ribotimi i librave, 1.3 lek neto. Viti 2004, paga në gjykatën kushtetuese, 1.811.000 lek, qira shtëpie në Vlorë, 2.400 euro, shitja e librit kontrolli kushtetues, 650.000 lek, honorare nga mësimdhënia, 180.528 lek, 110.090 lek dhe 27.000 lek, shkolla e magjistraturës, fakulteti ekonomik dhe fakulteti Luarasi. Pjesëmarrje në borde e komisione, 124.300 lek plus $500, trajnime, $500 plus $500 nga shkolla e magjistraturës dhe Instituti Drejtësia dhe Ligji. Viti 2005, paga neto në gjykatën kushtetuese, 1.875.650 lek, antarësi Komisioni i Reformës Ligjore, 44.900 lek, qira shtëpie në Vlorë, 2.400 euro, shitja e librit e drejta administrative 2, 720.000 lek, përgatitje komentari dhe lektor, $13.000, ekspert në shkollën e magjistraturës, 283.230 lek, mësimdhënie, 80.370 lek plus 100.000 lek, pjesëmarrje në Komisionin e Reformës Ligjore, deri në korrik 2005, 120.000 lek, viti 2006, paga neto në gjykatën kushtetuese, 1.825.400 lek, shitje e apartamenti në Golem, 55.000 euro, përgatitje udhëzuesi dhe trajnime, shoqata paqe nëpërmjet drejtësisë, 500.000 lek, mësimdhënie në Fakultetin Ekonomik, 135.000 lek, mësimdhënie ekspert në shkollën e magjistraturës, 104.090 lek, qira prone në Vlorë, 2.400 euro, mësimdhënie, 30.000 lek, viti 2007, paga neto në gjykatën kushtetuese, 2.158.878 lek, ribotimi librit e drejta administrative, 900.000 lek, Fakulteti Ekonomik Tiranë,
Tiranë 150.000 lek, Fakulteti i Drejtësisë dhe Luarasi 60.000 lek, viti 2008 paga neto në gjykatën kushtetuese 2.208.588 lek, botimi i librit e drejta administrative 2 1.200.000 lek, shkolla e magjistraturës 251.870 lek, Fakulteti Ekonomik i Tiranës 150.000 lek, Universiteti Europian i Tiranës 3.000 euro, Fakulteti i Drejtësisë dhe Luarasi 80.000 lek, viti 2009 paga neto në gjykatën kushtetuese 2.077.966 lek, botimi i librit e drejta administrative 2 1 milion lek, shkolla e magjistraturës 104.800 lek, Universiteti Europian i Tiranës 10.890 euro, viti 2010 paga neto në gjykatën kushtetuese 2.012.024 lek, botimi i librit e drejta administrative 2 1 milion lek, shkolla e magjistraturës 175.698 lek, Universiteti Europian i Tiranës 9.806 euro, bashkautor manuali 720 euro, lektor 750 euro, referim në konferencë 76.050 lek, viti 2011 paga neto në gjykatën kushtetuese 1.588.637 lek, shkolla e magjistraturës 144.000 lek, Tirana Business University 169.700 lek, Universiteti Europian i Tiranës 1.800 euro, viti 2014 paga si rektor në Universitetin Luarasi 23.670 euro, paga e bashkëshortes 1.489.661 lek bruto, 1.290.687 lek neto, shkolla e avokatisë 332.000 lek, bordi i revistës Avokatia 45.000 lek, projekte Soros $750, projekt Konrad Stiftung 903 euro, shitje librash 800.000 lek, shtëpia botuese Toena 99.000 lek, konsulencë programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillimin 440.000 lek, viti 2015 paga si drejtori i shkollës së magjistraturës 2.806.059 lek bruto, 1.864.151 lek neto, mësimdhënie në Universitetin Luarasi 36.273 lek, Komisioni i Reformës në Drejtësi 2.223.824 lek bruto dhe 1.890.250 lek neto, projekt me shkollën rajonale të administratës publike 3.965 euro, mësimdhënie dhe bord 197.500 lek neto, Universiteti Europian i Tiranës 882.000 euro, viti 2016 paga si drejtori i shkollës së magjistraturës 1.745.237 lek neto, mësimdhënie Universiteti Europian i Tiranës 1.371 euro neto, mësimdhënie Universiteti Luarasi 31.456 lek neto, mësimdhënie Fakulteti i Drejtësisë 40.326 lek neto, eksperti i nivelit të lartë, reforma në drejtësi 1.501.440 lek, dhoma kombëtare e avokatisë 63.750 lek neto, qira shtëpie 3.300 euro neto, viti 2017 paga si drejtori i shkollës së magjistraturës 1.720.750 lek neto, Fakulteti i Drejtësisë 38.859 lek neto, Komisioni i Reformës në Drejtësi 337.280 lek neto, dhoma kombëtare e avokatisë 238.000 lek neto, qira shtëpie në Tiranë 6.353 euro, shitje apartamenti në Vlorë 50.000 euro, shitje libri 544.000 lek, viti 2018 paga si drejtori i shkollës së magjistraturës 1.778.575 lek, ekspert për komentarin e kushtetutës $5.100, qira shtëpie në Tiranë 5.572 euro, dhoma kombëtare e avokatisë 144.000 lek, qendra për nisma ligjore e qytetare $298, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë 124.950 lek, viti 2019 paga si drejtori i shkollës së magjistraturës 3.990.120
625 lek, ekspert 1870 euro, qira shtëpie në Tiranë 5604 euro, dhoma kombëtare avokatis 34.000 lek, moderim dhe paradhënie 37.622 lek, shitje librash 612.000 lek, avokatura e përgjithshme e shtetit 102.000 lek, viti 2020, paga si zëvendës kryetari i gjykatës së lartë 2.961.450 lek bruto ose 492.125 lek neto, paga si ish drejtori i shkollës së magjistraturës 1.210.222 lek bruto ose 1.05.604 lek neto, ekspert 7.310 euro, qira shtëpie në Tiranë 5.137 euro, Ministria e Mbrojtjes 31.656 lek, revista avokatia 8.500 lek, viti 2021, paga pranë gjykatës së lartë 2.730.761 lek, të ardhura nga shitja e pasurive të paluajtshme 16.500 euro, të ardhura nga qiraja 2.750 euro, të ardhura të tjera 499.145 lek, të ardhura të tjera 10.285 lek, viti 2022, paga pranë gjykatës së lartë 2.805.990 lek, të ardhura të tjera 862.50 euro, të ardhura të tjera 3.500 euro, të ardhura të tjera 340.286 lek, viti 2023, paga pranë gjykatës së lartë 4.306.270 lek, të ardhura të tjera 2.652.84 dollar, të ardhura të tjera 270.000 lek, të ardhura të tjera 499.75 euro, të ardhura të tjera 5.200 euro, të ardhura të tjera 791.787 lek, viti 2024, paga pranë gjykatës së lartë 4.690.900 lek, të ardhura nga qiraja 2.400 euro, të ardhura të tjera 1.620 dollar, të ardhura të tjera 162.000 lek, të ardhura të tjera 90.160 euro, të ardhura të tjera 4.849 euro, të ardhura të tjera 941.320 lek, viti 2025, paga pranë gjykatës së lartë 3.788.222.24 lek, të ardhura nga qiraja 7.494 euro, të ardhura të tjera 1.620 dollar, të ardhura të tjera 162.000 lek, të ardhura të tjera 2.688 euro neto, të ardhura të tjera 297.500 lek neto, të ardhura të tjera 486.433 lek, automjeti tip Benz viti 2013, çmimi dhe vlera automjetit 22.150 euro, data e blerjes dhe transaksionit 20 korrik 2017, pjesa takuese 100%, burimi i krijimit, nga shitja e apartamentit dhe nga të ardhurat, në vitin 2022 ka shitur një njësi 16.500 euro.